Gjykata e lartë ka marrë vendimin përfundimtar duke lënë në fuqi dënimin e dhënë nga apeli i GKK-s për Emiliano Shullazin dhe bashkëpunëtorët e tij. Ky vendim konfirmon dënimin total prej 55 vitesh burg për pjesëtarët e këtij grupi, të cilët akuzohen për një sër gjobvënjesh të realizuara në formën e grupit të strukturuar kriminal. Në total, vetë Shullazi do dëvuaj 14 vite heqje lirie, ndërsa pjesa tjetër e dënimit ndahet mes bashkëpunëtorëve të tij. Procesi gjyqësor për këtë çështje ishte një ndër më të gjatët dhe më të komplikuarit në drejtësi shqiptare, duke kërkuar 53 seanca dhe plot 18 muaj shqyrtim për të mbërritur në vendimin e formës së prerë. Sipas akuzave të provuara në gjykat, grupi kishte shantazhuar biznesmen të njohur, duke u zhvatur shuma të mëdha parash dhe prona me vlerë, përfshirë këtu edhe 30% të ish hotel Volgës në Durrës. Në këtë vendim, gjykata konfirmoi edhe pushimin e çështjes për Gilman Dodanin, një ndër anëtarët kryesor të këtij grupi, i cili humbi jetën në një atentat mafioz në nëntor të vitit 2025 pranë aeroportit të Rinasit. Pavarësisht këtij vendimi që mbyll këtë dosje, Emiliano Shullazi mbetet prapa hekurave, pasi po përballet me hetime të tjera të rënda nga SPAK. Ai është i përfshirë në dosjen Asgjë nuk harohet, që trajton vrasjet e bujshme të biznesmenit Vajdin Lame dhe Klodian Saliut në vitin 2005, si dhe në mega operacionin Revanshi, të zhvilluar në maj të vitit 2024, i cili goditi strukturat më të rrezikshme kriminale në disa qytete kryesore të vendit.